nderuara moderatore, të nderuar bartës të Aleancës Kombëtare për Integrim Arben Taravari dhe Ali Ahmeti, i nderuar shef i shtabit Faton Ahmeti, të nderuar deputet dhe bartës të Aleancës tjetër kombëtare që janë këtu prezent, shumë të respektuar misafir nga Kosova, shumë të respektuara motra, zonja, vlezër, Kumanova është dëshmi e një revolucioni vazhdimsi ko revolucionit kombëtar. Historikisht, Kumanova ka qenë pjesë e eksperimenteve arsimore në kohën e monizmit, por i ka bo ballë. Ka qenë pjesë e diferencimeve të vazhdueshme, por i ka bo ballë, sepse në pyetje ka qenë digniteti kombëtar. Ander, këtë dignitet nga Kumanova dhe Likova u mbrojt me plot krenari në 2001-shën, me qka u dëshmua se nuk ka çmim mbrojtja e dignitetit kombëtar, nuk ka çmim të caktuarit nga Zoti të jemi shqiptar, nuk ka çmim që mund të përkull këtë raport mes popullit, mes dignitetit dhe mes bartësve. Shumë të nderuar kryetar aktual i komunës së Likovës dhe kryetari në ardhje edhe i komunës së Kumanovës dhe ju këshilltar në kuadër të Kumanovës. Mesazhi jon duhet të jetë për te zgjedhjeve lokale. Nuk dyshohet që programin që e kanë kandidatët për qytetet, për komunat, është i përkryer. Ajo që është e rëndësishme, që japim mesazhin qeverisë anti-shqiptare dhe anti-europiane, konkretisht Mickoskit. Këtu do të akordohem me Arbrin se Mickoski punon për Aleancën Kombëtare për Integrim gati se sa ne, se gjithmonë që ai na sulmon, ne bëhemi më të fortë. Gjithmonë që ai kritikon Ali Ahmetin, shqiptarët rreshtohen drejt Akis. Gjithmonë që ai kritikon Arben Taravarin apo Zjadin Selën, shqiptarët rriten edhe shtohen në përkrajët e Aleancës Kombëtare për Integrim, sepse e kemi mesazhin e fuqishëm. Ne këtu jemi për dignitet, nuk jemi për poste. Ne këtu jemi për krenari kombëtare, nuk jemi për rrugë të groposura dhe bulldozer në për rrugë tona në kohë fushate. Mickoski i hangri çdo fjalë që e kishte para zgjedhjeve parlamentare. Ai tha që do e kthej emrin, por as guxon ta hape kthimin e emrit të vjetër. Ai tha që besoni që do e kishte ndryshuar edhe kushtetutën për t'i fut bullgarët, por e ka atë frikë ndaj shqiptarëve sepse kreatori asaj marrëveshje me bullgarët në krye të saj ishte ministri i jashtëm Bujar Osmani dhe e ka frikë nga ai. Atë që ai mundua 15 muaj ta jetësoje është t'i zhveshë shqiptarët nga të qenurit hisetar në këtë shtet. Të mundohet t'i bëje shqiptarët qiraxhi në atë vëjon e vetë, të mundoje t'i nënçmoje shqiptarët, por ne ja përcjellim një mesazh që është shumë i rëndësishëm nga njerëz shumë të mëdhej. Nëse qëndrojmë në errësirë gjatë kohë, pastaj do i kemi frikë dritës. Nëse qëndrojmë të ulur gjatë kohë, kur të ngritemi, na merren mend. Nëse lejojmë na shkelet digniteti gjatë kohë, do të harrojmë krenarin. Andaj Aleanca Kombëtare për Integrim është këtu që të dëshmojë të gjithëve, as nuk kemi ndërmend të rrim ulur, as të rrim në errësirë, po në dritën më të mirë tonë kombëtare të dëshmojmë që e kemi ekipin më të dobishëm, më të suksesshëm, më të dinjitetshëm, ekipi i cili i mbron vlerat kombëtare dhe jo rastësisht. Në 2001-shën na u kam bashkangjit edhe vëllezërit nga Kosova, edhe nga Shqipëria, sepse tregon trungën e përbashkët kombëtar. Edhe sot jo rastësisht i kemi vëllezërit nga Kosova për treguar që çdo dhimbje, çdo shqiptarit është dhimbje që do e ndjejmë bashkë dhe do e ndryshojmë bashkë. Andaj, ju ftoj gjithëve që 19 tetor vërtet le të jetë ditë e një revolucioni ton kombëtar, për ta rikthyer dignitetin, për t'ja rikthyer krenarin nanave, pensionistëve,
administratorve, të punësuarve, punëtorve ordiner, që t'ju rikthejmë atë dinjitet kombëtar, që edhe ata të vazhdojnë të rrugtojnë me plot krenari. Zoti ju nderojë dhe qofshim faqebar gjithmonë.